Britannica Express në artikullin më të fundit shkruan se nëse ju pëlqen gjallëria e qyteteve, por ndjeni të lodhur nga destinacionet klasike të Europës perëndimore, ekziston një alternativë që po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen: Tirana, kryeqyteti plot energji i Shqipërisë. Ndër të tjera prestigjioza britanike nënvizon në artikull se kryeqyteti shqiptar është i lirë dhe perfekt edhe për pushim dimror. Tirana, kryeqyteti i gjallë i Shqipërisë në Ballkan, ndërthur arkitekturën me ngjyra të ndezura me gjurmë të historisë osmane dhe komuniste, duke krijuar një identitet unik urban. Qyteti shquhet gjithashtu për kulturën e tij të gjallë të kafeneve, ku vendasit dhe vizitorët ndalen për të shijuar ritmin e jetës mesdhetare. Krahasuar me destinacione si Italia apo Greqia, Tirana mbetet një nga kryeqytetet më të përballueshme të Europës, pasi sipas Express, një vakt i lirë kushton rreth 9 pound, ndërsa një birrë rreth 2.28 pound, nga ana tjetër bileta e transportit publik vetëm 36 pence. Britannica Express shkruan në rekomandimin e saj se ndër monumentet më të veçanta të qytetit është Piramida e Tiranës. E ndërtuar fillimisht si muze për diktatorin Enver Hoxha, ajo është kthyer në një qendër moderne, kulturore dhe teknologjike për të rinjt. Gjithashtu sheshi Skënderbej, ku ndodhet xhamia e Tembeu, një perle arkitekturës osmane me afreske të ralla, që ofron qetësi shpirtërore në zemër të qytetit, duhen vizituar me patjetër. Ndër të tjera, Britannica Express shkruan se kur është periudha më ideale për ta vizituar kryeqytetin shqiptar, ku nënvizon se mund të vizitohet gjatë gjithë vitit. Me plazhet e kristalta që shpesh krahasohen me Maldivet dhe një kryeqytet plot jetë, Shqipëria dhe veçanërisht Tirana po shndërrohet shpejt në sekretin më të bukur të Europës, përfundon artikulli i Express.